Bismillahirrahmanirrahim. Selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Erdhi një njeri të i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: Ja Rasulullah, kush meriton më shumë ti kujdesi pe i prindërve? Dhe i tha: Kale thumme men, kale ummuk, kale ummuk, kale ummuk. 3 herë i tha: nëna jote, nëna jote. Sa herë që ai e pyeste kush meriton kujdes, i thoshte nëna jote 3 herë. Dhe të 4-ën herë i tha: kale thumme men, kale ebbuk, i tha babai yt. Për të treguar pra çfarë peshe të madhe ka respekti, ndihma, bamirësia, sjellja mirë me babën dhe me nanën. Prandaj, të gjithë ju që i keni prindër gjallë, kujdesuni për ta, sepse ata ju lindën, ju rritën, u kujdesën për ju, për shkollimin, edukimin, dhënien e zanatit e kështu me radhë. Kujdesuni për prindërit tuaj, sepse Zoti do t'ju jap shumë bereqet, do t'ju jap shumë të mira dhe do të gëzoni të mirën këtë botë dhe në botën tjetër. Selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.